Ju falenderoj për pjesën e intervistës. Ky eveniment shkoi shumë mirë. Është edicioni i dytë, që do thotë lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve lushnjë e mbajti fjalën e saj. Si kundër tek edicioni i parë ne cituam që do formojmë traditën, dhe tradita u formua. Ky është edicioni i dytë. Të pranishëm patëm Fierin, Durrësin, Vlorën, Rrogozhinën, që do të thotë nuk kalojnë në çështje lokale, pra nuk konkursi organizua jashtë qytetit të Lushjes, duke i hapur hapësinë e saj, që i dha mundësi dhe konkurrentëve të tjerë. Ajo që mua më pëlqeu dhe e kam shijuar në maksimum edhe pse kryetare e lidhjes, pash që çmimet ishin të shpërndara në bazë të meritës, jo në bazë të njohjes. Kjo vlen për të falendëruar pjesën e jurisë dhe shumë faleminderit dhe juve. Si kryetare e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të qytetit të Lushnjës, tashmë do kishim një thirrje në lidhje me ata që shkruajnë apo me penën lushnjare për ta zgjuar më tej pjesëmarrjen në këtë organizat. Më pëlqen si pyetje, ashtu si kundër ne kemi cituar që lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve lushnje e zgjeroi pjesën e aktivitetit, duke marrë pjesë edhe qytetet e tjera. Ne nuk anashkaluam edhe bashkëshkruesit e rinj, që do të thotë çdo edicion do ketë risitë e veta. Risitë vlejnë për edicionet e ardhshme. Faleminderit juve.